Tri vepra që nga madhështia e tyre nuk hyjnë në peshore ditën e Kiametit janë: durimi. Allahu i madhëruar thot: vetëm ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas. Allahu në ajet nuk e përcaktoi sasinë e shpërblimit. Falja e njerëzve. Allahu i madhëruar thot: por atë që fal dhe pajton e pret shpërblimi i Allahut. Allahu në ajet nuk e përcaktoi sasinë e shpërblimit. Agjërimi. Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, e përcjell se i dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Allahu i madhëruar ka thënë: çdo vepër e birit të Ademit i takon atij, përveç agjërimit, ai është i imi dhe unë shpërblej për të. Në hadith nuk është përcaktuar sasia e shpërblimit. Ditën e ringjalljes do të thirrë një thirrës. Ku janë ata që shpërblimi